Jam marrë jo vetëm kësa herë, por edhe për rastin e 40 vjetorit, bashkë me dy shokë tjerë, kena marrë përsipër i këtë brezme e mbledh sa herë që të bëjmë ka 10 vjetosh, po si që duket ty rrit dhe vjetosh e bëjnë një fije si ma të vështirë edhe organizimi, sepse gjithë kushta jena hapë edhe në tanë botën, pëse më të më thënë, kena shokë që i kanë kalu oqeanin për marrë dhe do Itali, po që po. Edhe veçërësit, shkëne për Shqipëni, vjetë po, falimindesh, unë qapash, bajegi, jena mbledhë. E bukër e kësaj gjajnë është se 50 vjetë janë një jetë, edhe gjithë cili prej nesh runë ata kujtimet, po jo se runë gjitha. Në momentin që na bëna tanë bashkë, i kompensojmë ata që më e mendun, ata që më tjetër, edhe krijohet ai rrethi i atyre viteve kaq bukura që kena kalu së bashku. Tash për mua është një kënaqësi e madhe sepse edhe realizova si më këtë mbledhje këtyre shokëve. Unë kam marru universitetin, kam punu 27 vjetë, rresht. Kam kalu disa matura, në thënë drejten, pak në shkollën mirë, na jena për pikek, po dhe nëzancat kanë kënë të mirë fërë, shumë të mirë. Kanë dëshmu edhe masi kanë marru, se cili për tyne ka esë, ashtu që të duhet. E sot jena të gëzumë për faktin se në kanë fëtu. Një, e dyta se i shofim, i takojmë. Edhe i herë, është gjë e mirë që i takojmë mas shumë vjetëve. Kuptohet në kena mbet pak, se kolektivin e kena pas të madhë fort, e kena shku mirë tanë bashkë. Kurse, këtu jena pak, jena tre mësusa, kanë mbet, mund t'jenë edhe 2-3 tjerë, që janë tjerë të madhe jeta banë punën e vetë. Dhe këto ishë nxënësit e mi që sot kanë 50 vjetë matur, janë 10 vjetë matrise unë. Dhe sinqerisht, një kënaqësi unë i njofta tanë. Të gjithë, pa përjashtim. Kjo më gëzonë, sepse me pas memorje 78 vjeqe nuk ka pak. Memorje kështu të plotë. Po kanë kënë brez i veçantë. Janë pothuajse të gjithë me shkollë të lartë. Të gjithë aty ku punojnë janë të ngërën mirë. Kjo na banë qefin. Kur e marrim, bëjmë listën e mësuzve, na kena me gjithë 6 mësusa që jetojmë, nga ata që kanë pas të fëmijë. Të gjithë janë të vdekur, pa qindrit, ati ku janë qofshin mirë me Zotin. Ju bani punë fisnike, faleminderit. Unë kam marrë në shumë emocione, nuk e kam letë me folë, se dhe jam mësuse matematike, nuk jam mësuse letërsie që të flasë bukur. Nga ky brez, më i mend këtë kujtim, për shembull. Shumë takime bëhen nga brezat të tjerë, po bëhen vetëm me grupe klasash, jo grup klasash. Ta janë të gjithë maturant 50 vjeçar, janë të gjithë bashkë. Kanë ardhe nga jashtë edhe është kënaqësi, janë bashku, është i veçantë në këtë drejtim. Dhe është vërtet në më të mirët. Nina ka një mikja jeme që unë e du shumë, Terezina Rënkali, mësuese e kësaj shkolle me shumë emën, po që ka pësu një fatkesit madhe, ka humbë djalin, me smundjen e kohës. Por, kështu, Zoti e donë afer vetit këto të mirët. Ka ardhë, thot. Ka ardhë sepse është ky brez. Ky brez ja ka impunu me ardhë, se kena ba disa takime dhe gjithmonë nuk ka ardhë. Qështë i ka nëllë kjo fatë. Shpuna sepse kanë nëshu, si që kanë nëshu, jeta kanë nëshu dhe këto. Shkolla ma e të mirë, për shembull kam kërëm shku në sallën e rinis, që për ne ka ke një luks kur u ba, që jetu janë shumë figura nxënësish, edhe të këti brezi janë 2 nxënësish, Fini Darajati, se mos nështë nuk është prej ju shi njef, janë edhe një tjetër është për në moment s'po më kujtohet, Dori Negri, janë përjetësumë aty dhe vazhdojnë t'jenë, është kënaqësi. Shumë emocione, shumë mall, edhe kujtimet bukura fort për mua. I thonë 50 vjet, a gjysmë shekull. Sigurisht mosha më në vetën, pak të lodhën jena, dhe prej moshe të thonë, por mora parasysh gjithë shka. Unë jam ma i larë këti tanë këtyne që janë këtu. Se jam New York. Duhet më kalu tanë të qenë, në për Evropë për marë këtu. Me gjitha te, tha që dhe të vi me kënaqësi. Kujtimi ma i bukur është që unë kam pas një në prej këtyne klasëve, në kujdes tali, i kujtoj. Ma si kishe për cjallë një klasë tjetër për para.
Kujtimi ishte që kur prezentohëm me atë klasë, vishin prej ndërshkollës qytetit, prej Fasil Shantës, në mos gabohem. Ajo që më bani përshtypje herë që ishin mu dukne tonë ata nxënës për atë kohë, shumë të veshën mirë, shumë të mbajtën, shumë të edukuar, shumë të sjellshëm. Prezentimi ke ka qenë amël sa që sot e kësa dite nuk e harroj. Edhe sot që u takuam me ta se, por përshtypja e me të sot, për këtë punë që mu po mbajt që e janë shkja. Që tre qejtë të tyne unë i njofta me emë. Kjem dyftën që memoria nuk ashtu krejtë. Ka met i fje. Tjetër që më thonë ishte një zanës që nuk kam pas probleme shumë me ta. Edhe më këta tjertë. Se unë kam ba mësim me të 3 klasët. Edhe nuk di që të thamë ruj për shtypje shumë të mira. Aja mande që më banë sëtë si emocionovë shumë, u takova dhe me kolegët e mi, mësusat. Me të cilët ruj respektin më të madhë. Kena bashkëpunu bashkë, kena pas hale bashkë, kena pas knatësine bashkë, e tjerë, kena pas edhe dartlinje, edhe momentet bukra tanë, që nuk harrohen, Ashtë knatësi që i takona, mas 50 vjeqë, jena matura 76, me shumë ndryshime nga gjendja sotme, jëna, po këtë realiteti, me gjitha të kena shumë kujtime që në lidhë ma fort me një tjetër. Ashtë knatësi me pa disa që ka vite që s'ki nga taku, të takoj mësus tonë të cilët nga kanë ba mësim. Dhe unë më ndej, për fatin e tem, kam kënë edhe 43 vjetë mësus, dhe më thanë, e përcjeli njërë të veçanë. Në bankat e shkollës, se herë, afrimiteti me një tjetrin, ai s'po quj familiaritet, po socializimi që kina pas në grupe ka qenë një zakonshëm. E kina lanë edhe me shkune për shetitje, edhe me lujtë sport, të në dhojët të sportit, sepse mrapa kina pas fushat sportive dhe aja pjesë e knatësis, unë për shembull diftoj diçka. Kina pas Frejt Borshin, futbolistin e njofën në Vllaznis, të cilët kina shku grupë, me shku me pa të lujtë në Tiranë, dhe ishte në atë kohë me shku me bicikleta dhe në Laq me hymë bicikletat dhe në Tiranë, dhe aty me vazhduhet dhe stadiumit me bicikleta, moment i bukur shumë. E shumë, aksionet të zboret me vështirësitë e tyne, krahas mësimit në kanë ba mu lidhë shumë me njëjtë. Ka mungesa dhe për shembull në klasën teme nuk jetojnë ma. Edhe kja është pjesë që në shkakton dhimbje. Kjo pjesë që në shkakton dhimbje. Kina disa shokë, është për shembull Ido Hajkoja që në mungon, Isa Meti në mungon që nuk jetojnë ma.